Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Unë duaj që t'ju falenderoj që jeni me mua sot. Një nga kategoritë që është në listën tonë prej 9 kategorish është ajo që e quajmë dëmshuri dhe kjo fjale përcakton më së miri. Një prej gjërave që më intereson të di është se si e tregojmë dëmshurinë, unë e përmenda dhe duhet ju lej juve që të flisni. Dëmshuria në fakt, vetë fjala dëmshuri ka kuptimin të vuajshëm, prandaj shumë herë ne nuk kemi dëmshuri sepse duket sikur nuk na vjen përmbar. Për shembull, nuk kam kohë ta bëj këtë tani. Nëse ka kuptimin të vuajshëm, mendoj po unë dua ta ndihmoj atë njerëz, por nuk dua që të vuaj edhe unë. Tregohet një histori për Nën Terezën, kur po mbante në krah një vajzë që po vdiste, ndërkohë që po bënte një intervistë me një gazetare. Dhe ajo po e mbante në krah atë vajzë dhe ajo urinonte Nën Tereza. Gazetares i vjen pështir, kthehet nga kameramani dhe pëshpërin por me zë të lartë. Uf, këtë nuk do ta bëja as për $1 milion. Wow. Nën Tereza e sheh dhe i thot, asu nuk do ta bëja. Ky lloj pasioni duhet që për t'u treguar të dëmshur me të tjerët ne duhet të jemi të gatshëm që të vuajmë edhe vetë disi. Nëse duam që t'jemi krahët dhe zemra e Jezusit në komunitetin tonë, ne nuk mund ta shmangim disiplinën e dëmshurisë. A ka ndonjë mënyrë për ta bërë këtë? Për shembull në NFL. Padyshim, do të them se futbolli na jep një platformë. Nga vetë natyra e lojës dhe natyra e kulturës son, ne jemi në vëzhgim. Prandaj, unë besoj se me atë që Perëndia më ka dhënë dhe unë duhet të shërbej në këtë platformë dhe këtu përfshihet edhe tregimi i dëmshurisë. Jo vetëm që tregohemi bindur ndaj asaj që më thot të bëj fjala e Perëndisë, por edhe për të dhënë një shembull që të tjerë ta ndjekin. Djem të rinj që po më shohin mua, tifozët që ndjekin skuadrën. Më pëlqen të mendoj se dikush me një platformë të tillë i cili po shërben dhe është një shembull i mirë dëmshurie mund të frymëzojë edhe të tjerë që të bëjnë të njëjtën gjë. Ndërkohë që kurrë nuk duam të tregojmë veten ose të vëmë në duke veprat tona të mira, në të njëjtën kohë Perëndia thotë se duhet jemi si ai qyteti në majtë të kodrës dhe të ndryshojnë dritën e tij. Prandaj duhet ta ruaj këtë ekuilibër. Zoti e njeh zemrën tonë. Dhe ne i shërbejmë dhe i japim lavdi atij me shpresën se kjo do t'i nxjisë njerëzit që të bëjnë edhe ata vepra të mira. Ndonjëherë mendoj se të krishterët që besojnë se nuk janë të shpëtuar përmes veprimeve të mira, e harrojnë se ata janë të shpëtuar për vepra të mira. Unë njoh disa të krishterë që janë kaq kundër veprave sa nuk bëjnë asgjë gjithë jetën e tyre. Por dëmshuria na tërheq te nevoja dhe madje edhe kur ne nuk e dimë nëse kemi atë që duhet për ta plotësuar atë nevojë. Kur ne hedhim hapin e parë drejt kësaj, duket sikur Perëndia është gjithmonë aty për ne. Ndonjëherë kur shoh ndonjë situatë, ndiem aq e tronditur sa mendoj, çfarë mund bëj unë për këtë? Çfarë gjëra të vogla mund bëj unë? Por në të vërtetë Perëndia na thotë që ta bëjmë, edhe e them, Zot, unë do të bëj çdo gjë që më thua ti të bëj dhe besoj çfarëdo që të jetë. Ti do ta përdorësh në një mënyrë që mendja ime nuk mund ta kuptoj dot tani. Dhe në të vërtetë i kërkoj Perëndisë dëmshuri. Ndonjëherë kur nuk ndjej diçka i them, Zot, më ndihmo të ndjej dëmshuri për këtë grup njerëzish, apo të ndjej dëmshuri në këtë fushë. Mendoj se kjo është një lutje që Perëndisi pëlqen të përgjigjet, pavarësisht se kush lutet. Ne jemi të vetmit njerëz në sipërfaqen e tokës së Perëndisë, të cilët e pasqyrojmë këtë në një mënyrë reale për arsye të drejta. Dhe prandaj është thelbësore që ne të punojmë për dëmshurinë. Disa prej nesh duhet punojnë më shumë se të tjerët për këtë, disa njerëzve ju vjen më natyrshëm, të tjerëve mbase jo. Por Bibla nuk na jep zgjedhje tjetër. Ne jemi të thirrur që të jemi zemërdhëmshur. Ndërsa isha ulur me miqtë e mi dhe reflektoja mbi ato që u thanë, edhe një herë u kujtova se të tregosh dëmshuri është një zgjedhje. Një zgjedhje që i transformon jetën dikujt. Dhe në minutat në vazhdim, unë do të ndaj me ju se si një jetë plot dëmshuri është e nevojshme për të jetuar një jetë përtejsë mahnitshmes. Dëmshuria ka të bëjë me çastin. Ka të bëjë me atë që kam në dorë, qofshin këto para, talent, inkurajime apo edhe një shpatull ku mund të qash. Atë që kam në dorë për të ndihmuar një njeri tjetër. Dëmshuria ka të bëjë me ato raste në jetën tonë
kur Perëndia ka për qëllim që ne të bëhemi shëruesi, ndihmuesi ose mbase edhe heroi. Në të gjithë letërsinë e njerëzimit nuk ka ilustrim më të mirë për atë që do thotë jesh zemërdhemshur, sesa historia që Jezusi tregoi për Samaritanin e mirë. Historia e Samaritanit të mirë na tregohet vetëm tek Ungjilli sipas Lukës. Në këtë shëmbëltyr, ne takojmë individ të cilët përballen me përgjegjësinë për të qenë zemërdhemshur. Mënyra si reagojnë ata na ndihmon ne që të mësojmë për pikat e forta dhe dobësitë tona si njerëz të dhemshur. Prandaj nga kjo histori, më lejoni të ndaj me ju disa parime për dhemshurinë që janë ilustruar kaq mirë. Më së pari, kur lexojmë këtë histori, ne zbulojmë menjëherë se dhemshuria nuk është akademike. Luka kapitulli 10 na thot kështu: Atëherë ja, një doktor i ligjit u ngrit që ta vinte në provë dhe i tha: Mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Dhe ai tha: Çfarë është shkruar në ligj? Si e lexon? Ai duke u përgjigjur tha: Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde, edhe të afërmin tënd por si vetveten. Jezusi i tha: U përgjigje drejt, vepro kështu dhe do të rrosh. Por ai, duke dashur të justifikonte veten, i tha Jezusit: Po kush është i afërmi im? Ja çfarë duaj që të dini më së pari, dhemshuria nuk është akademike. Ne nuk mësojmë se si të jemi të dhemshur në ndonjë libër, madje as edhe në Bibël, por është diçka që ndodh në mendje dhe është diçka që ndodh këtu në zemër. Së dyti, dhemshuria nuk është akademike dhe nuk është as abstrakte. Atëherë Jezusi u përgjigj dhe tha: Një burr zbriste nga Jeruzalemi për në Jeriko dhe ra në duart e kusarve, të cilët mbasi e zhveshën dhe e bën gjithë plag, u larguan dhe e lanë gati të vdekur. Kjo histori na tregon për diçka që ndodhte shpesh në rrugën mes Jeruzalemit dhe Jerikos. Mësuesi i ligjit do ta ketë ditur se sa e rrezikshme ka qenë ajo rrugë. Ai do të ketë mundur ta përfituronte në mendjen e tij atë trup të nxirr dhe të plagosur të këtij udhëtari, me të cilin Jezusi e prezantoi kur filloi të tregonte historinë. Duke treguar këtë histori, Jezusi refuzoi që ta lejonte këtë mësues të ligjit ta trajtonte dhemshurinë si diçka abstrakte. Jezusi nuk do të na lejojë as neve sot që të jemi abstrakt për identitetin e të afërmit ton. Dhemshuria nuk është akademike dhe nuk është abstrakte. Nuk është diçka që ne bëjmë në përgjithësi, është diçka që ne bëjmë specifikisht. Së treti, më lejoni që t'ju them se dhemshuria nuk ka frikë. Te Luka 10:31 lexojmë: Rastësisht, një prift po zbriste nëpër të njëjtën rrugë, dhe mbasi e pa atë burr, vazhdoi tutje në anën tjetër. Nuk është e mundur që ai të ketë qenë i sigurt nëse ai njeri ishte i gjallë apo i vdekur. Dhe nuk e përballonte dot për ta mësuar këtë, sipas ligjit fetar të asaj kohe, nëse ai njeri kishte vdekur dhe prifti e prekte, prifti do të bëhej ceremonialisht i papastër për 7 ditë. Prandaj prifti mori një vendim. Ai mori vendimin që të vendoste ndjenjën e gëzimit të përvojës së tij në tempull mbi nevojat e njerëzve që vuajnë. Ai jo vetëm që i kaloi pranë njeriu të plagosur, por ai kaloi nga ana tjetër e rrugës. Atë ditë, prifti vendosi që të vendoste tempullin mbi një njeri që vuan. Dhemshuria nuk është akademike, nuk është diçka që e studiojmë, nuk është abstrakte, një ndjesi që mund ta kemi. Dhe ajo nuk ka frikë. Kur ne kemi vërtet dhemshuri, ne i kapërcejmë gjërat që na pengojnë për të plotësuar nevojat e një njeriu që hasim në rrugtimin ton. Ja se cila është e katërta. Dhemshuria nuk është analizë. Është e lehtë që të paralizohemi kur i analizojmë gjërat. E dinit këtë? Madje ka edhe një shprehje që e përdorin në botën e biznesit, e cila quhet paraliza e analizës. Ndonjëherë ne ngarkojmë aq shumë veten duke analizuar diçka, sa harrojmë se çfarë po bëjmë. Dhe Biblia te Luka 10:32 na thot se pasi aty kaloi prifti, u afrua edhe një levit. Tani levitët në Bibël ishin drejtuesit e adhurimit. Ata ishin këngëtarët. Dhe Biblia na thot kështu: kur arriti aty, erdhi dhe e pa,
dhe vazhdoi më tutje në anën tjetër. Si prifti ashtu edhe Leviti na ilustrojnë diçka që nuk duhet të na shpëtoj sot. Vepra fetare nuk e bën fetar atë që e bën. Vetëm se dikush mund shërbejë në një kishë apo në ndonjë bord, ose mbase po shërben në bordin e ndonjë organizate fetare dhe që bën vepra fetare, por veprat fetare nuk e bëjnë fetar atë që bën veprat. Ne mund t'i bëjmë këto gjëra për sytë e njerëzve, por nëse zemra nuk është aty ku duhet, janë të pakuptimta, janë marrëzi dhe po shpërndajnë një mesazh të rrem. Pra dhemshuria nuk është kështu. Më lejoni t'i përmend edhe një herë shpejt e shpejt, nuk është akademike, nuk është diçka që mund ta zbulojmë duke studiuar Biblën. Nuk është abstrakte, nuk është një ndjesi e përgjithshme e gjërave që duhet të bëjmë. Ajo nuk ka frikë, nuk shqetësohet për asgjë veçse për atë njerëz që ka nevojë për ndihmë. Nuk është analizë, ne nuk mund të analizojmë dhe pastaj të mos bëjmë asgjë. Dhemshuria është veprim. Tani më lejoni të lexoj pjesën tjetër të historisë. Por një samaritan që po udhëtonte i kaloi afër, e pa dhe kishte dhemshuri, dhe mbasi ju ofrua, ja lidhi plagët, duke ja larë me vaj dhe me verë, pastaj e vuri mbi kafshën e vet, e çoi në një han dhe u kujdes për të, dhe të nesërmen para se të niset nxori 2 denar dhe ja dha hanxhiut, duke i thënë: kujdesu për të, dhe ç'të shpenzosh më shumë do të t'i jap kur të kthehem. Tani nga këta 3 njerëz në këtë histori, ne do të mendonim se ai që kishte më shumë gjasa ta ndihmonte këtë njeri do të ishin fetarët, prifti dhe Leviti. Por Jezusi thot diçka kaq paradoksale sa të gjithë tundohemi që të themi, kjo nuk mund të jetë kështu. Prifti nuk e ndihmoi, as Leviti nuk e ndihmoi, por e ndihmoi një samaritan. Jezusi thot se një prej atyre që mund të ketë qenë i afërmi i këtij njeriu, i vetmi që ishte i afërmi i tij, ishte një samaritan. Tani mund mos e kuptoni këtë nëse nuk e keni studiuar se çfarë është një samaritan për kulturën hebraike, por një samaritan ishte më i papranueshmi dhe më i patolerueshmi që ky mësues i ligjit mund të kishte menduar ndonjëherë. Një samaritan? Samaritanët i urrenin judejt dhe judejt i urrenin samaritanët po ashtu. Një udhëtar hebre do të bënte edhe 150 kilometra më shumë vetëm që të mos shkelte në tokën e ndonjë samaritani. Mes këtyre të dyve, jo vetëm që nuk kishte dashuri, por kishte një frym urrejtjeje që ishte shumë e fortë. Prandaj, a nuk ju duket interesante që Samaritani urryer u bë origjina e mirësisë? Kur shëtisim në qytetet e vendit tonë dhe kalojmë afër një spitali Samaritani i mirë, ose klinika Samaritani i mirë, apo azilit moshuarve Samaritani i mirë, fillojmë ta kuptojmë se dhjata e re është e gjallë ende dhe sot në botën tonë, sepse Samaritani i mirë dhe dhemshuria nuk shkonin natyrshëm bashk, por në botën e sotme mund ta gjejmë kudo. Jezusi zgjodhi atë samaritan në historinë e tij për të forcuar kritikën ndaj priftit dhe Levitit. Samaritani i mirë, nga ajo që bëri atë ditë, e bëri kombësinë e tij përgjithmonë diçka për të cilën ne flasim në mënyrë pozitive. Pra çfarë bëri Samaritani i mirë? Ja se çfarë mësojmë, se si funksionon dhemshuria. Së pari ne mësojmë se dhemshuria ka lidhje me atë që shohim. Prifti, Leviti dhe Samaritani, të 3 i hodhën shikimin atij njeriu të lënduar. Por vetëm njëri prej tyre e pa atë. Vetëm Samaritani i mirë e pa atë. Për Jezusin, i cili është Samaritani i mirë kryesor, dhemshuria filloi me atë që ai pa. Fjala dhemshuri është një fjalë që ka kuptimin një prekje e thellë brenda shpirtit tuaj. Kjo është përdorur për Jezusin shumë herë në librin e Mateut. Jezusi ishte ai që tregoi dhemshuri vazhdimisht e vazhdimisht. Ai ishte një njeri me dhemshuri. Kur ai pa diçka që nuk ishte e drejtë, si fëmijë të vegjël të cilët nuk kishin përkujdesje, ose shërbëtorë të cilët nuk po ushqeshin, Bibla thotë se ai u mbush me dhemshuri. Në orët e tij më të mbushura me agoni, kur as edhe për një çast Jezusi nuk u shkëput nga dhemshuria e tij për të tjerët. Sa më e vështirë që bëhej jeta e tij, aq më shumë njerëz në nevojë mblidheshin përreth tij, dhe sa më shumë i afroi vdekjes së tij torturuese, aq më i dashur, i dhemshur dhe falës bëhej ai. Kur Jezusi pa njerëzimin e dërmuar, zemra e tij
u mbush me dëmshuri, këtë na thot shkrimi. Samaritani i mirë në këtë histori e pa këtë njeri të rrahur dhe të plagosur. Dhe Biblia na thot se ai pati dëmshuri për atë njeri. Edhe njëherë mos harroni se në këtë histori ai që veproi ishte njeriu që pritej më pak ta bënte. Por arsyeja sepse ai veproi ishte se ai e pa atë njeri. Tani më lejoni që ta lidh këtë me gjendjen ku ndodhemi ne sot. Sa prej jush e din, unë po qëndroj këtu përpara dhe nëse është e nevojshme të ngrej njërin dorë për shkak se jam fajtor do t'i ngrej që të dyja. Sa prej jush e din se ne mësojmë veten që të mos i shohim njerëzit e pastre në komunitetin ton. A nuk e bëjmë këtë? Ne kalojmë ngjitur me ta dhe një nga arsyet sepse e bëjmë këtë është se nuk e dim se çfarë të bëjmë. E dim që nuk mund t'i ndihmojmë të gjithë. Ne nuk dim se si të reagojmë, prandaj e mësojmë veten tonë që të shohim nga ana tjetër. Ne mësojmë që ta mbajmë shikimin drejt kur ata i kemi aty anash, sepse nuk duam t'i shohim në sy. Dhe nuk po them se unë jam më i mirë se ju për këtë, edhe unë kam bërë këtë, të gjithë e kemi bërë këtë. Por ja se çfarë di unë. Ne nuk mund ta ndihmojmë dikë derisa të shohim njerimin e atij njeriu. Një natë i me shoqja u kthye në shtëpi dhe më tha, më duhet të të tregoj se çfarë më ndodhi sot. Ajo kishte dalë edhe po kalonte afër një supermarketi dhe aty në parkim ajo pa një nënë të re me 2 fëmijët e saj, më duket, me 2 vajza të vogla. Dhe ajo kishte një tabel ku shkruante se kishte nevojë për ca para për të ushqyer fëmijët. Dona tha që filloi të afrohej, por sapo u nis kuptoi se nuk mund shkonte me makinë tek ato. Prandaj i me shoqja është një grua shumë praktike, ajo u rrotullua dhe shkoi te një piceri, bleu një picë të vogël dhe u açoi. Dhe gruaja ishte ende aty dhe Dona u dha picën 2 vajzave të vogla dhe i dha ca para në tyre. Dhe me lotët që i rrinin, ajo më tha se nuk ishte parë kur 2 fëmijë të vegjël të hanin me aq uri sa ato 2 vajza të vogla që e përlan atë picë. Ja se çfarë ndodhi me Donën. Në fillim ajo hodhi shikimin, por nuk pa. Pastaj ajo hodhi shikimin dhe i pa ato. Unë dua që sonte t'ju kërkoj të më ndihmoni që të sigurohemi se nuk do të bëhemi kurrë njerëz të Perëndis që nuk e shohin shëmtin në shoqërinë tonë dhe nevojat e popullit tonë, mbase jo gjithmonë do të kemi mundësinë t'i ndihmojmë, por kurrë nuk duhet të bëjmë sikur nuk i shohim ata. Kur nuk i shohim më ata, në kurrën e kurrës nuk do t'i ndihmojmë. Dëmshuri është ajo që shohim, dhe numri 2, dëmshuri është ajo që bëjmë. Kohët e fundit, një gazetar më pyeti se cili është ndryshimi mes keqardhjes dhe dëmshurisë. Dhe ajo që i thash është e rëndësishme, i thash keqardhja është diçka që ne ndjejmë, kurse dëmshuria është diçka që ne e bëjmë. Samaritani i mirë bëri më shumë se sa thjesht ta vëzhgonte udhëtarin e rrëzuar siç bën të tjerët. Nëse i kam llogaritur sakt dhe ju mund ta bëni vetë këtë në Biblën tuaj, nëse i kam llogaritur sakt, ai ka bërë 9 veprime të ndryshme dëmshurie për këtë të panjohur të plagosur. Dhe jo vetëm kaq, por ai këtë e bëri duke rrezikuar veten. Mendoni dhe mendoni pa këtë. Duke përfshirë në këtë situatë dhe duke qëndruar me këtë njeri në atë rrugë, Samaritani rrezikoi të merrte të njëjtin trajtim që kishte pësuar dhe ai njeri i plagosur, sepse po sikur grabitësit ishin ende në atë pjesë të rrugës. Vendoseni veten në vendin e tij, dalloni një njeri të bërë copash dhe të shtrirë në tokë. I shkoni afër dhe i thoni vetes unë do doja që ta ndihmoja këtë njeri, por kushdo që e ka bërë këtë mbase është ende këtu afër, do të pres derisa të shkojë në Jeriko dhe do t'i telefonojë urgjencës. Samaritani rrezikoi çdo gjë dhe ai e ilustron shumë mirë për ne se dashuria e vërtet ka gjithmonë një lloj rreziku. Ndryshe nga prifti, Samaritani e preku udhëtarin me duart e mirësisë dhe dëmshurisë. Nuk ishte asnjë arsye ceremoniale, ai ishte madhe sa ta pengonte atë. Ai ia fashoi plagët, ai ia pastroi vragat dhe ndihmoi në rrugtimin e tij. Kjo ishte dëmshuria në veprim. Kur bëhet fjalë për dëmshurinë, ajo është më shumë se sa një ndjenjë. Dëmshuria është diçka që ne e bëjmë. Numri 3, dëmshuria ka lidhje me mënyrën si e bëjmë. Kur Jezusi e pyeti mësuesin e ligjit në fund të historisë se cili prej të treve ishte i afërmi i tij, mësuesi i tha, ai që u tregua i mëshirshëm ndaj tij. Kjo është ajo që bëri Samaritani, ai tregoi mëshirë.
Mëshirë për këtë udhëtar në nevojë, ai ja pastroi plagët, ai përdori verë për ta bërë këtë. Mund thoni pse të përdorësh verë për të pastruar një plag? Mbase për shkak të alkoolit që përmban vetë vera. Ai tregoi dëmshuri këtij njeriu dhe Bibla na thot se ai e bëri këtë me mëshirë dhe përkujdesje të madhe. Në një nga vargjet kyçe të dhjatës së re mbi temën e dëmshurisë, ne udhëzohemi për mënyrën se si duhet të tregohet dëmshuria. Tek 1 Pjetri 3:8 ne lexojmë: "Jini të gjithë të dëmshur, plot dashuri vëllazërore, të mëshirshëm dhe dashamirës." Kur keni qenë të smur, a ju ka ndihmuar njeri pa pasur mëshirë apo dëmshuri? Unë kam qenë në spital para disa vitesh, sapo kisha bërë një operacion të vështirë për shkak të kancerit limfatik. Dhe në atë spital ishte një infermiere. Ajo ishte aty për të treguar mëshirë dhe dëmshuri për pacientët e saj. Dhe ishte një grua shumë e ashpër. Tek ajo grua nuk shihje pikë mëshire. Nëse kishe shumë dhimbje për shkak të operacionit, duhet të shtypje një buton dhe të vinin dhe të bënin një gjilpër. Unë po ju tregoj sot se kur ajo më bëri gjilpërën, e bëri këtë nga 1 metër larg dhe e nguli me gjithë forcën që kishte. Me sa mbaj mend tek ajo gjilpër që më bëri, nuk pash asnjë pikë dëmshurie. Ditën tjetër, pas kësaj përvoje që pata, i me shoqja më sollit sa kartolina që më kishin dërguar, te njëra shkruhej: "Sillu mirë me njerëzit në spital sot, sepse nesër e ka turnin ajo infermieri e shëmtuar." Dhe unë thash: "Jo, ajo ishte këtu mbrëm, ajo ishte këtu mbrëm." E dini, është e mundur që të bëjmë vepra dëmshurie me frymën e gabuar, më kuptoni se ç'them? Ta bësh dhe të sigurohesh që të gjithë ta dinë se nuk po e bën sepse do që ta bësh, por sepse paguhesh për ta bërë ose sepse duhet ta bësh. Në këtë situatë, Samaritani ju ofrua atij burri të plagosur me mëshirë të madhe dhe i shërbeu në nevojat e tij. Është e vështirë ta shpjegosh sa domethënie të madhe ka kjo për atë që është i lënduar. Dëmshuria ka të bëjë me atë që shohim, me atë që bëjmë dhe me mënyrën si e bëjmë. Por dëmshuria lidhet me faktin se sa shumë na kushton. Ne kur nuk mund të jemi të dëmshur pa na kushtuar diçka. Ndonjëherë dëmshuria na kushton kohë, ndonjëherë na kushton më shumë se kaq, por dëmshuria e vërtet nuk e peshon kosto në fillim. Ajo thjesht reagon ndaj vuajtjes njerëzore me dashuri dhe mirësi. Pasi Jezusi e përfundoi këtë histori të mrekullueshme, ai u kthye nga mësuesi i ligjit dhe i tha: "Cili nga këta të tre pra të duket se që i afërmi atij që ra në duart e kusarve?" Është interesante që mësuesi i ligjit nuk mundej as ta thoshte fjalën samaritan. Prandaj ai pyetjes u përgjigj në këtë mënyrë: "Ai që u tregua i mëshirshëm ndaj tij." Dhe Zoti i tha mësuesit të ligjit dhe neve: "Shko dhe bëj kështu edhe ti." Sot ne që jetojmë në këtë botë me nevojat e jashtëzakonshme, ne jemi trupi i Krishtit. Dhe nga të gjithë njerëzit në sipërfaqen e tokës, ne duhet jemi ata që tregojmë dëmshuri. Mbase Perëndia ju ka sjell dikë ndërmend, edhe tani që unë po flas, që ju e dini se ka nevojë për dëmshuri. Dhe çfarëdo qoftë ajo në të cilën e gjeni veten tani në këtë kohë, unë jam këtu për t'ju shpallur se Samaritani i mirë është Zoti Jezus Krisht. Ai ju do juve me një dashuri që nuk mund ta kuptoni, dhe dëmshuria e tij për ju është e pamas, dhe unë dua t'ju them se ai ju do ju kaq shumë. Dhe nuk do që ju të vazhdoni në rrugët tuaja të rënuara. Ai do që ju të bëheni dishepulli i tij. Perëndia në qiell ju deshi aq shumë sa i dërgoi birin e tij të vetëm në këtë botë, dhe Bibla na thot se ai erdhi, eci në mesin ton, jetoi në mesin ton, dhe ai ishte një njeri i përsosur. Në dhjatën e vjetër na thuhet se kur njerëzit çonin një flijim në tempull, flijimi duhet ishte pas një shenjë dhe pa tmet. Qengji i Perëndisë, që është Jezus Krishti, është pas një shenjë dhe pas një tmet. Ai nuk bëri kur diçka të keqe, ai nuk pati kur një mendim të keq, ai jetoi një jetë të përsosur, dhe si biri i përsosur i Perëndisë, një ditë ai u var në kryq. Dhe si qengji i Perëndisë, ai e dha jetën e tij, në mënyrë që ne të jemi të falur për mëkatin ton. Kuptoni që Bibla thot se paga e mëkatit është vdekja. Kur ne mëkatojmë, dënimi për mëkatin ton është vdekja përfundimtare.
Dhe për këtë dënim duhet paguar dhe Jezus Krishti pagoi për këtë. Si biri i pafundi i Perëndis, ai erdhi në këtë botë dhe veten e tij të shenjtë dhe të drejtë e vari mes dy ajdutëve me të dyja duart e shtrira, sikur të thoshte: Ejani tek unë, ju të gjithë që jeni të humbur. Ndjeni dëmshurinë e zemrës sime për ju. Ejani dhe merrni Krishtin. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Më lejoni ta them sërish. Perëndia ka për qëllim që jeta juaj e krishterë të jetë fantastike. Perëndia do që ju të kapërceni pengesat në jetën tuaj, të zbuloni rrugën dhe të vilni rezultatet e jetës që Krishti vdiq për t'ju siguruar. Një jetë e tillë fillon me besimin në Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar dhe vazhdon duke e njohur dhe i besuar fjalës së Tij. Prandaj nëse nuk e keni vendosur besimin në Krishtin dhe nuk keni rilindur përmes Tij, sot është dita kur ju mund ta bëni këtë. Hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse e keni marrë sot këtë hap besimi, ju lutem ndajeni vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo kish lokale, që të mund të rriteni në besimin tuaj të sapo gjetur. Zoti ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin dhe me zipres që takohemi sërish herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.